Atëherë, është vështirë ta tregosh vërtet historinë firrore, sepse është diçka që lind nga largë, edhe nëse jo gjithmonë kuptohet. Shkurtimisht, unë vendosa për jeta meshtarak në viti 2003 dhe kur isha i bindur që nuk do të beja një jeta si meshtare, nuk doja, se mbaj mend që kur mbarova gjimnasi familitari, duke parë që unë isha gjithmonë që isha angazhuar në mënyre të ndryshme, më tha pse nuk provon rrugën e seminarit. Ndoshta Zoti të ferret për të qenë prifta. E unë thash jo, sepse prifta me duken si ato gjëra e Krishtlindjes, ku brenda ka Betlehemi, bukur, lëvizën, por nuk ka mundësi për të prekur. Prandaj asojrë prifte me dukej kështu, jashtë realiteti, por unë doja të isha një krishter që shpalte Zotin me jetën e vetë. Kështu, në ato mosha unë ka thënë jo, unë duhet të jem një krishter që jeton në botë e që shpalo Zoti me jetën time. Pastaj, në 2003, ndërkohë që isha i fejuar edhe me ide të formoj një familja krishter, Zoti nëpërmjet një shugurimi meshtarak me firja i vetë. Dhe prifti në ato mesha tha që pikërisht prifti, për fakti që është shuguruar, mund të bëjë mrekullim më i madh. Është që të durojë Zoti i gjallë dhe i vërtetë në sakramentin e Eukaristisë. Dhe këto fjale kanë qenë për mua vërtet prekse, sepse zbulova që unë jo vetëm me shembull, jo vetëm me fjalet, por me të vërtetë, me sakramente, kisha mundësi për të duruar Zotin në jetën e të tjerëve. Dhe kështu ka fillua historia ime me Zotin. Diçka ka ndodhur në një kongregata që është kongregata e rogacionistëve, kështu që pastaj unë kam vazhdua ecjen time të rogacionistë. Duke ecur me rogacionistë, kam kuptuar që me të vërtetë Zoti kishte menduar për mua këtë kongregata, sepse kongregata ime pikërisht është një kongregata që ka si karizma kryesore